Ja dhe kemi sërish së bashku dhe jam këtu me 3 mysafirë të cilat do të tregojnë për një aktivitet shumë të rëndësishëm në zonën e Gosivarit dhe jo vetëm, por edhe në të gjithë vendin tonë sa i përket folklorit, duke qenë se Rudina Fest po zhvillon edicionin e 5 këtë vit. Për më tepër do të na tregojnë Dezani Mehmeti, i cili është dhe organizator i këtij festivali, etnolog dhe antropolog. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë sot. Faleminderit për ftesën. Po ashtu dhe vajzat të cilat janë Anisa Ahmeti, artiste dhe soliste e Valles, po ashtu dhe pjesë e stafit organizativ. Faleminderit që je pjesë e emisionit. Faleminderit, përshëndetje. Unë jam Anisa Ahmeti, jam artiste ansamblit Yahya Hasani, po ashtu jam edhe pjesë e stafit organizativ të Rudina Fest. Na vjen mirë që jeni me ne, po ashtu dhe Adisa Aliri, artiste e këngës dhe Valles. Përshëndetje, fillimisht faleminderit shumë për ftesën. Unë jam Adisa Alili, jam artiste e ansamblit Yahya Hasani dhe gjithashtu edhe pjesë e stafit organizativ të festivalit Rudina Fest. Na vjen mirë që kemi vajza kaq të talentuara, që po ashtu janë dhe pjesë organizative një festivali kaq të madh, që po ashtu këtë vit ka dhe një vit jubilar. Më thoni pak, do doja të filloj me ju, zot Rizani. Besoj se jeni deri diku gati dhe me përgatitjet, po na tregoni pak edhe për shikuesit ta, besoj se e njohin, por kush është Rudina Festi? Si ka ngelur historikisht që nga emri, por edhe në zhvillimet e sipër, dhe si kanë qenë këto 5 vite, nëse mund ta përmbledhni? Emisioni i qelluar dhe emërtim shumë i bukur, energji verore, për fatin tuaj, alsat i merr lajmet e para zakonisht. Ne festivalin ndjeni gjithë, është festival ndërkombëtar i folklorit, ku marrin pjesë grupe të huaja nga shtetet të huaja. Këtë vit kemi fatin ta kemi për herë të parë Spanjën, Kroacinë, Turqinë, Meksikon, Maqedoninë e Veriut, Kosovën dhe Shqipërinë. Normalisht, festival me një emërtim specifik të themi, sepse është Rudina, ku i bartën din ngjarjet historike të vitit 1999, ku janë zhvilluar pajtimet e gjaqeve në Çegrand Gostivar, nivel kombëtar, edhe ngjarjet e dinit gjithë tragjike, apo emigrimi, apo pjesa më e dhimbshme e kohës 1999, kriza e refugjatëve kosovar, ku në Rudinë të Çegrandit ka qëndruar mbi 50.000 kosovar, dhe këto ngjarje historike ne kemi shndruar në një gëzim apo një dasëm të madhe, në një eveniment shumë interesant, ku i kemi bartur gjithë ato përvoja të shumta që ne kemi ecur nëpër botë, e kemi sjellur në Çegrandin ton historik, që të mundemi dal ngadalë ta përcjellim mesazhin e paqes, dashurisë mes njerëzve. Ky festival është festival interesant sepse është viti 5 dhe ne nga viti i kaluar kemi kaluar edhe në qytetin e Tetovës, bashkë me komunën e Tetovës, jemi pjesë e verës kulturore tetovare, kështu që festivali me të drejtë thaj në fillim që është festival regional. Është festivali vetëm me këtë format, me këtë formë organizimi, por mos harrojmë se edhe festival që kalon në 2 qytete më të mëdha ku janë shqiptarë, domethënë Tetova dhe Gostivari. Festivali është në përkujdesjen e Ministrisë së Kulturës, por do të thoya me shumë të drejtë komuna e Gostivarit, nga viti i kaluar ka marrë një përgjegjësi më të madhe, edhe komuna e Tetovës dhe shumë donatorë tjerë që paraqiten dhe na japin një suport të madh që ky vit jetë viti më i përgatitur për organizimin e këtij festivali. Është për shkak se është vit jubilar ose thjesht se Rudina Fest po përmirësohet vit pas viti? Me drejtë argjira, nga pak gjitha, domethënë ai mozaik i bukur ka një kohë kaluar që kemi kaluar 5 vite, nga fillimi i parë që ishte vërtet një sfidë e madhe, tani kalojmë me një 5 vjeçar të vogël, është jubilej i vogël, por megjithatë është festivali i parë me këtë format e thash në fillim, dhe unë mendoj se gjithë këto vajzat djem që kanë kaluar në atë shoqat kulturore kanë marrë përvojat e shumta dhe i kanë bartur, gjithë ato përvoje kemi bartur në një organizim të madh. S'është lehtë, Rudina Festi është edhe strumbullari i përvojave, mundimeve të shumta që ne kemi arritur t'i bartim dhe t'i sjellim në qytetin tonë, dhe unë mendoj se Gostivari ka këtë fat e Tetova që verën kulturore ta freskojnë. Festivali Rudina Fest është freskia e vërtet verore edhe kulturore qytetit Gostivarit dhe qytetit Tetovës. Ne gjithsesi do flasim dhe për repertuarin pak më vonë, po më thoni pak çfarë aktivitetesh do ketë këtë vit dhe a do ketë një risi, duke qenë se tashmë shënojmë 5 vite. Keni fituar mjaft eksperiencë, keni provuar shumë gjëra, kanë rezultuar me sukses deri më tani dhe besoj se tashmë e dini si çfarë pëlqet nga publiku. Interesante dhe vërtet ashtu është, në çdo vit gati se kemi risi, siç është për shembull fillimi i festivalit, hapja solemne e festivalit që fillon në Çegrand, edhe përmbyllja e festivalit me një performancë të themi ku gjitha grupet performojnë diçka që është përgatitur nga koreografia, edhe kështu me radhë. Këtë vit do kemi mundësinë që ta ndryshojmë pak a shumë, kemi një vizitë në pjesën e Mavrovës, pjesën turistike të qytetit Gostivarit, vizitojmë Kalan e qytetit Tetovës, vizitojmë Xhaminë e Larme, kemi workshope të vogla, kemi mundësi që ata të mësojnë vallet tona, gatesat tona, do vizitojmë disa qendra fëmijësh, qendra kulturore,
do të kemi një mundësi, një ditë kemi një debat bashkë me grupe tjera, si është zhvillu folklori në këtë kohë teknologjisë moderne, edhe kështu me radhë. Mendojmë se ato janë, edhe mos harroj, me siguri do të jetë interesant, pjesa që ne kemi paramenduar që të kemi një mundësi që fëmijët e qytetit bashkë me disa vizatues nga Turqia, një shoqat shumë e njohshur atje, që të ketë mundësi që të pikturojnë festivalin për 5 vjet. Rrjedha e festivalit e kështu me radhë, po mos harrojmë, këto janë këtë dëshira dhe plane, mundësit janë që ne t'i realizojmë këto plane, dhe unë mendoj se këtë vit do të jetë jo vetëm në kuptimin e formave të organizimit, do të jetë në formë kualitative, na vijnë grupe shumë të përgatitura, edhe normalisht ne duam që viti jubilar të shënohet edhe më mirë. Kështu që Rutina Fest nuk është vetëm prezantimi i këngëve dhe valleve të folklorit shqip, dhe jo vetëm, duke qenë se ka dhe grupe pjesëmarrëse nga e gjithë bota, por është edhe si një lloj prezantimi dhe për kulturën dhe për vendin tonë, apo jo? Është një ngërshetim i kulturave, është një bartje përvojave, do të thënë edhe për më shumë, është edhe një mundësi eksperiencave, sepse ne aty shohim jo vetëm kulturat e veshjes edhe vallëzimit, por shohim edhe kulturat e përgjithshme. Na vijnë popull me një civilizime shumë më të vjetra dhe ne normalisht që këmbejmë, marrim dhe ato prej nesh fitojmë, kështu që ato përvoja që i marrin të rit do të jenë shumë të rëndësishme në jetën e përditshme dhe më tutje. Ne nga njëherë jetojmë normalisht në këto rrethana që i kemi dhe nga njëherë sigurisht nënçmojmë. Gjithatë ato kur vijnë nga Spanja interesohen shembull si jetoni atje, çfarë gatuani atje, si është forma e jetës e kështu me radhë. Ne mendojmë se ato morin nga ne, pavarësisht se ne nuk është vetëm ana ekonomike, nuk është festivali vetëm ushqime dhe akomodim, është një përvojë e madhe e civilizimeve të ndryshme. Ne shohim ata që shumë interesohen për ne, edhe ne normalisht që ato përvoja që kemi marrë nga ato shëtitje që kemi në botë, i kemi bartur edhe në Gostivar dhe mendoj se Gostivari dhe Tetova e kanë pas një fat ta kenë një mundësi që të shohin çfarë do të thotë ngërshetimi i kulturave dhe civilizimeve. Do doja që të kaloja pak dhe tek vajzat, duke qenë se janë dhe më të reja në moshë, por janë dhe tashmë pjesë e këtij festivali. Do doja që ta nis me Aniston, e cila është dhe soliste kryesore. Më tregoni pak, çfarë mesazhi përcjell Rutina Festit dhe çfarë nënkupton ky festival sidomos për ne, gjeneratat më të reja? Rutina Fest është një festival ndërkombëtar, i cili merret me traditën, kulturën. Unë si artiste kam nderin që jam pjesë e këtij festivali kaq të madh ndërkombëtar. Është për moshat të re, për çfarëdo moshe, nuk ka dallim në moshë. Këtë festival e bën unik pjesa që është falas, po ashtu jep freskinë verore në Gostivar, dhe pjesën më të bukur është që vjen në kohën ku vjen edhe mërgimtarët. Besoj se edhe interesi i tyre është i lartë, duke qenë se i ka marrë malli që të vinë dhe të shohin, të shijojnë çdo pjesë të traditës të vendit të tyre, dhe mendoj se ky është vendi ideal për të kaluar disa ditë, apo jo? Po, sepse tani jemi edhe në kohën moderne, ku traditat, kulturat e vjetra gati mos e janë haruar, dhe ne këtu jemi për t'u rikultuar dhe për t'i mbrojtur ato. Çfarë mësoni ju nga Rutina Festit dhe çka ju pëlqen më tepër që do doni që patjetër që të vazhdojë edhe vit pas viti, edicion pas edicioni? Po, Rutina Fest është një festival me kultura dhe tradita, po ashtu neve na pëlqen shumë sepse bime edhe grupe nga vendet të huaja, i shohim edhe kulturat e atyre, ato janë edhe më të civilizuar se ne, por kënaqemi bashkë. Këmbejmë përvojat ndryshme. Absolutisht, dhe mendoj se kjo është dhe ideja kryesore e festivaleve të tilla ku ka një mix kulturash. Do doja që të kaloj dhe tek Adisa, e cila po ashtu është e re në moshë, e re edhe në këtë eksperiencë. Më thuaj pak, si e përjeton ti si një gjenerat e re? Do doja që ta theksoja pikërisht këtë festival folklorik dhe cilat janë dhe komentet e të afërmve, shoqërisë, familjarëve, kur të shohin ty duke performuar, por edhe duke u marrë me përgatitje dhe kur prezanton se çfarë do të ketë, dhe ka shumë gjëra të cilat janë mix, janë ngërshetimi të gjithave nga pak. Atëherë mua gjithmonë më ka pëlqyer të ruaj kulturën, traditën dhe gjuhën tonë të lashtë. Dhe patjetër është pak e vështirë që të jesh në një moshë kaq të re dhe të merresh me një punë kaq të rëndë, do thoja. Nuk mund ta bëj secili. Fillimet kanë qenë të vështira. Nuk është se familjarët kanë patur shumë besim, por as unë nuk kam patur shumë besim në vete se do mund t'ja dal në këtë punë. Por me kalimin e kohës dhe viteve, e kam parë të gjithë që unë mundem. Edhe jam me të vërtet
ndihem shumë krenare për veten. Cili ka qenë motivi juaj për të marrë pjesë pikërisht në Rudina Festin dhe për ta filluar këtë si eksperiencë, për të qenë pjesë e folklorit? Jo vetëm që ta dishni si spektator si ne të tjerë që nuk kemi pjesë në një shoqëri kulturore artistike ose nuk kemi vallëtar ose solist, por ndërkohë ju jeni pjesë, jeni në skenë. A ju kam ndonjëherë dhe frika se a doja dal, a doja bëj si duhet, mos më gjykojnë ato të cilët janë më të vjetër se unë ndoshta? Ndjesia në skenë dhe ndjes si publik i thjeshtë. Po, patjetër që gjithmonë emocionet janë të pranishme, sidomos në skenë, por unë do i quaja gjithmonë emocionet e bukura. Emocionet më të bukura që mund t'i përjetoj një njeri. Dhe përvoja shumë të mëdha. Po, edhe përvoja eksperienca shumë të mira. Dhe më merr mendja se edhe ata kur vinë nga kulturat e tjera fascinohen nga kultura jonë, duke qenë se ne kemi shumë gjëra për të treguar dhe shumë gjëra që i kemi haruar dhe sikur i kemi nënçmuar pak. A është e vështirë, profesor, që të ruhet kjo ato gjërat tradicionale dhe të vjetra, të cilat ndoshta ato gjërat të cilat nuk përdoren sot as në përgëzimet familjare, duke qenë se e shohim zakonisht folklori, këto adetet, si që themi ne, janë nuk përdoren as në përdasma, as në gëzime familjare dhe sidomos në brizat e rinj, dal nga dal kemi filluar dhe i kemi harruar duke mos i përdorur. Por gjatë rrugës, disa dhe anisa normal janë në studio televizive dhe përvoja e tire dhe emocionet televizive i kuptoj. Gjatë rrugës e më biseduar gjatë se çfarë ata kanë përfituar nga ki rrugtim që kanë marrë pjesë në këto organizime dhe unë mendoj se ato kanë pa një benefit shumë të madh. Përveç se ato kanë ardhur në atë ansambël të madh, kanë marrë dhe përvoja, po u kanë ndihmuar edhe në botën psikologjike të tyre. Ato janë vajza më të hapura, më të civilizuara në kuptim, më të gjinshme, edhe në shkollën e familje, po megjithatë kanë dhënë një mesazh shoqeve veta, vendbanimit vetë që mundemi, edhe ne mundemi të bim vendet e huaja në Çegran, mund të përcjellim mesazhe të civilizimit tonë që tha edhe në fillim. Ne jemi popull i lash, kemi plot tradita të vjetra që jo që i kemi haruar, po që thjesht ne u rikujtojmë përmes programeve të ndryshme ose pjesëmarrjen apo dasmat tona, ki grup artistik po performon dhe po jep një mesazh të fuqishëm se ne jemi popull i lash, mund t'i ruajmë traditat tona bile edhe na pëlqejnë shumë. Na thuajnë nëpër emisione televizive sa bukur që keni ruajtur të këngët motiv të bukur të veshje, sepse dhe misioni i shoqatave është që të ruajnë. Ne në mungesë institucioneve, s'kemi pallate kulture, ju e dini gjithë. Po megjithatë ki grup artistik e ruan atë dhe jep një mesazh të fuqishëm edhe politikës që ta ruaj këtë kapacitet rinor, po edhe të ndërtoj institucione. Është mëkat i madh që këto vajza nesër do të mbarojnë, do të shkojnë, pse mos jenë të punësuar në një institucion ku ato do ta ruajnë me pasion, po edhe pse jo edhe me një rrogë që të munden të marrin edhe familjet e tyre. Dhe gjitha kjo punë që është bë, ki 50 vjeçar, kjo Rudina Fest është merit e këtyre trive që sot janë në studio televizive që na përcjellin mesazhin. Këta janë të aftë shumë, njohin gjuhë të huaja, ruajnë traditën në moshën më të re. Dhe unë mendoj se kanë bërë një punë shumë të madhe, një punë, do të thoya, këta janë patriotët e kohës moderne. Atë që thatë në fillim, në këtë kohë teknologjive të ndryshme në kohën e internetit, to ruajnë traditat, i këndojnë këngët e djepit, i ruajnë këngët e dasmës, e kështu me radhë, mendoj se është një punë me të vërtet hynore. Do doja që t'ju pyes sa i përket pikave të cilat ju i vendoni në skenë, qoftë në aspektin e këngëve, por edhe të valleve, edhe të veshjeve specifikisht. A i përshtateni kohës, sepse sot shohim se të gjitha këto gjëra janë të modernizuara, pra kanë edhe elemente bashkëkohore. Ju a i keni me këto elemente bashkëkohore ose janë në atë formën origjinale të vjetër ashtu siç kanë qenë ndërbreza? Unë jam etnograf nga profesioni, por megjithatë kur kemi bërë studime të ndryshme, kemi parë se ka evoluar edhe forma e veshjes. Megjithatë, tani ne nuk mund të gjejmë ato punime që janë para 200 vjet sepse janë prishur nga kohë, por kemi shumë kujdes, është ndoshta ndër ansamblet e vetme që mban kujdes të veçantë për mënyrën e veshjes, për mënyrën e punimit të veshjeve, motivet, dizajni e kështu me radhë. Nuk duam ta dëmtojmë atë çka quhet origjinalitet. Domethënë ne mundohemi që ajo veshje të përshtatet edhe kohës, ne nuk themi që nuk bëjmë ndonjë stilizim ne për punim të vogël, po mos të kaloj domethënë në sajesa, mos kaloj diçka ne i themi shumë, diçka që s'ka vlerë. Elementet janë, figurat janë, ngjyrat janë, tani mund të jetë tekstili më i butë, por nuk e ka humbur formën, nuk e ka humbur figurën. Kështu që ne marrim atë, kemi lloje të ndryshme të kostumeve atë që e kërkuat që si pyetje, kemi përshtatje të programit, nëse ne kemi një valle që është tradicionale e vendit, po mundohemi që edhe veshjat i përshtatet. Kemi valle nga motivet e shembull Korçës, kemi një dardharje dhe veshim kostumin e Korçës. Kur kemi valle të për shembull të Shkupit, të themi ose të një zone etnografike shqiptare, ne mundohemi që të përshtaten sepse nuk është edhe etike, po dhe nuk është edhe e bukur të luash vallen e jugut me kostumet të veriut. Kështu që pyetja shumë interesante me vend,
këto vajzat të djem e kanë kumësu se ne kemi zona etnografike që dallojnë. Kemi këngët tona të bukura me dajre, me dahire, që këndojnë vetëm zonën tonë, nuk këndojnë në Kosovë, Shqipërinë, diçka e bukur, ata i kërkojnë, në thojnë shumë mirë që vini me atë tuajën, por mos harri për fund edhe mënyra e të folërit. Në Çegran, në Forin, po folet ashtu si folim ne nuk i themi syri, po i themi sejni, edhe kërë këndojmë vajzat në për festivalet ndryshme, juria shumë interesant e interesuar mënyrën e të folurit, që është tradicionale e jona, që nuk është e huaja, nuk morim nga vendet, por është e jona, është gjuha gjisheve tona, që duhet të arruem si një, ne themi si një pasuri e madhe, por normalisht në vendet ku duhet folet gjuha letrarë është këtë ndryshë. Ju, që më herët përmendje përveç Çegranin, përmendat edhe Tetovën. E quat Rudina Festin dhe në Tetov dhe si kuptova do jetë edhe këtë vit po ashtu një pjesë e Rudina Festit në Tetov. Pse pikërisht në Tetov? Çfarë ju bëri Tetova që u bindi që të jetë edhe në Tetov dhe a planifikoni që të jetë edhe në vende të tjera? Qëllimi Rudina Festit ka qenë, zona fill është në Çegran, dhe asnjëherë do të humbet e ku do të filloj, sepse janë dy ngjarje historike, po ajo që na ka marrë Tetova dhe Gostivari, unë mendoj se është edhe mirë edhe një siharit, sepse Tetova është qytet i di universiteteve, qytet i politikës, i kulturës, i traditës, dhe unë mendoj se Tetova e akceptoi më mirë. Dhe thjesht kryetari i komunës vitin e kaluar na bëri ofertë dhe nuk patëm hamendje. Kaluar në Tetov, nota e 2, 21 korik, do të jetë edhe si vjet, ishte diçka e bukur shumë, përveç asaj skenës bukur, ishte pritja fantastike në këshillin e komunës, ku kryetari priti gjitha grupet, ku këndohem së bashku edhe ishte një moment shumë interesant, parakaluam në rrugët e qytetit, me kostumet kombëtare të shteteve të ndryshme, dhe Tetova nuk e harroj, domethënë atë moment, dhe sërish do të jemi në Tetova dhe besoj pse jo, po të kemi mundësi që ta zgjerojmë festivalin, do varet shumë nga aspekti ekonomik, që vitet e ardhshme të kemi mundësinë që t'i kënaqim gjithë publikun e Pollogut. Atë janë mundësitë tona, komuna kemi plot. Sigurisht kryetarët e komunës do ta shohin këtë dhe pse jo, mos jemi në një komunë tjetër, komuna rurale që kanë dëshirë dhe që duhet t'i kemë kur vinë margintarët posaçërisht e përmendi Anisa, është edhe për ata një kënaqësi dhe një moment shumë interesant, ato të kënaqen. Ai e tha falas dhe nuk arritet ta shpjegoj. Do nuk kemi bileta, do ne. Nuk është me hyrje. Festivali është pa hyrje, s'ka bileta, fëmijët kënaqen, kostume veshin, fotografojnë me tuaj, dhe është një moment kur ata janë pjesë e jona bashkërisht me ne. Ky vit është viti i 5. Çfarë keni ndryshuar ndër vite dhe çfarë nuk do bëhet këtë vit që ndoshta është bërë vitet e kaluara, ose do bartet ajo se çfarë ka ndodhur deri më tani dhe vetëm do ketë shtim të gjërave të reja? Interesante, tani këto vajzat kanë kaluar momente edhe paka shumë edhe momente edhe komike, po edhe momente ku kemi pas edhe përplasje, situata ku ne nuk kemi pas edhe përvoja realisht, po edhe mundësit kanë qenë ashtu, ne kemi një fat shumë i madh që Universiteti i Evropës Juglindore na jep mundësinë që t'i akomodojmë grupet atij. Është një kampus universitar me kushte fantastike, dhe unë këtu e përshëndes edhe rektorin që na ka akceptuar mirë dhe çdo vit jemi aty. I kemi kushtet e mira, po megjithatë ajo përvoja e madhe ka munguar. Më kujtohet viti i parë, ka qenë turbulent, ka qenë vit shumë pak të them edhe viti i lodhshëm, sepse ne nuk e kishim atë përvojë që na duheshte, po merrshim akoma po i merrshim ato përvojat. Viti i dytë pak më mirë, treti, viti i kaluar kishte shumë dallime, edhe në organizim, edhe në teknik, po edhe në përvojën të madhe që mor ky grup. Mos harroni, këto vajza të reja janë 7-8 vetë me staf edhe që bëjnë një festival ndërkombëtar, që ne kemi një dasëm me 100 persona një mbrëmje, po kemi vështirësi. Para mendoni të kesh me net, 4 net, 3 herë ushqime, po me bartje, me autobusa, transport, me vizita. Është përvoja madhe, ky vit dallon shumë. Është përvoja, i shihni vetë kemi ardhur ma komod, jemi pak më të buzëqeshur sepse se kemi atë ngarkesën e viteve të kaluara, por mos harroj edhe televizionet e kanë luajtur rolin e vet, kanë bërë një reklam të fuqishme dhe unë këtu falenderoj Elsatin posaçërisht, juve si gazetare që na keni dhënë hapësirën që edhe ne pak a shumë ta shpalosim. Ne jemi vend rural atje në Çegran, pak më ndryshe, po Gostivari dhe Tetova janë qytete dhe unë mendoj se me shumë të drejtë festivali ka kaluar në qytetin e Gostivarit dhe në Tetov. Dhe kemi bë punë të mirë që qytetet kenë mundësi ta morin këtë si festivalet ta kenë mundësinë që t'i grumbullojmë gjitha fshatat bashkërisht në për qendrat e qyteteve. Qoftë Iliria në Tetov, qoftë qendra e madhe e Gostivarit. Dhe ne jemi gjithmonë këtu për t'ju suportuar dhe për të lajmëruar të gjithë publikun tonë se çfarë ndodh në vendin tonë përgjatë muajve të verës. Do doja që të ndalesh edhe në një pikë tjetër, duke qenë se ju jeni magjistër shkencë etnolog, antropolog dhe keni gati dhe një libër që po pritet që të dalë së shpejti. Na zbuloni pak si çfarë do të jetë, duke qenë se ne do e mbyllim sezonin së shpejti dhe nuk do e përkapim ndoshta promovimin e librit. Na tregoni pak. Argjira më ke bë hile jo, po më ke kap një pikë që nuk dosha ta
Jo që nuk dëshe, po festivali është e pika kulminante, s'ka lidhje, unë me gjithate falemderit. Është një studim që është bërë para 2 vitesh, unë kam mbaruar në Institutin e Etnologjisë Antropologjisë, pranë Fakultetit të Shkencave Matematikore në Qirili dhe Metodi. Është një studim interesant që është bërë për zonën time atje, dhe unë falenderoj profesoreshën Mirjana Mirçeska dhe shumë stafin e saj akademik të institutit që më dhanë mundësin që unë përmes gjurmimeve që kam bërë në fshatin tim dhe fshatin përreth, ke bërë një studim etnologjia e zakoneve të ciklit jetësor të shqiptarve në 2 fshatat e Pollogut, Çegran dhe Forin. Libri është gati se është botuar, të presim çdo ditë. Megjithatë, preferenca e profesoreshës ka qenë që libri të promovohet gjatë festivalit. Ja kisha borxh atij vendi atje dhe doja që të jetë një promovim i bukur, sepse realisht Çegrani mi ka dhënë fëmijët, djemtë e vajzat më të mira që të jenë bashkë me mua në këtë rrugtim, edhe të mundimshëm, edhe sfidues, por edhe krenar. Unë kam bërë punë, pa ato më kanë mbështetur shumë. Kështu që Rutina Fest do jetë plot me gjëra të bukura si vjet, me shumë të rinj të gjitha dhe kjo ka rëndësi. Ne ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e emisionit tonë sot, ju dëshirojmë shumë fat dhe shumë suksese dhe patjetër që të gjithë njerëzit, të gjithë publiku të shkojnë në Çegran, në Gostivar dhe Tetov, se ku mbahet ky festival për herë të 5 këtë vit, dhe që të shijojmë pa nga kultura jonë dhe jo vetëm, por edhe nga vendet të tjera pjesëmarrëse. Ju falenderojmë shumë. Shumë desha që Anisa në emën të shoqërisë kulturore, ja sani kalendarin e vitit kaluar, ku i keni edhe grupe që kanë performuar, që është Panama, Italia, Turqia, Bullgaria, shumë grupe tjera. Anisa urdhno Argjirës që japish një dhuratë. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ishte e jona dhe ju mirëpresim tek festivali jonë Rutina Fest. Ju falenderojmë shumë. Këto janë domethënë fotografi nga viti i kaluar dhe besoj se këtë vit do jenë edhe më tepër fotografi, me më tepër ngjyra, me më tepër kostume dhe më tepër kulturë, ashtu siç është vetë Rutina Fest. Ju falenderoj për dhuratën dhe për pjesëmarrjen tuaj. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit.